Mirë po që tjetë kaq emocionale me një fjallë nuk e kam prit asën as vetë futbolistët, po besoj që ishte që me thonë një fest para festës 28 nëntori edhe normal, ishte ndeshje vllazërore, po mrena në fush gjithse cilë dëshirën të fiturën edhe shqyqyrë dhe jena gëzu që këna fitu na dhe... A patët lobu që me u zhvillu kjo ndeshje për 28 nëntora, si e organizoj UEFA? Bashkë që qëlloj para... Jetë që UEFA organizën datat, nuk është që është ndorën tonë, po ishte mirësorë në këtë datë dhe besoj që me këtë fitore drita ka mundësin që të shkruaj historinë akoma më shumë. Për pas fitorës, unë mora një informacion që ju ka gëzuar këtë shumë edhe kryesia e dritës, një premi 100.000 euro, që normalisht në datë mesin e futbolistëve, por bjenë këtë shumë besoj. Po normal edhe na kena gëzu këtë shumë kryesin me një shumë këtë gjatë malë. Reciproke kjo? Kjo është reciproke. A shvjen Rolex-i ri e kështë më rallë, apo jo? Ato janë tjera, po normal është e mirësorë në premia dhe besoj që drita ka vite që dëshmën këtë gjë dhe në se cilë ndeshje, sidomos këtu të Evropës, gjithmonë ka një premia dhe janë të mirësorë. Beni e përmendi Rolexin, por Almirën e kemi modest. Nuk është prej atyre që reklamon orën. E di. Edhe në fush është modest, edhe kontributi ti këto vitet e fundit e drita është i nivelit më të lartë. Një prej lojtarëve më konstant, më të pazëvendësueshëm dhe strumbullari e ekipit të lojës dritës në këto 3-4 vitet e fundit. Po në përgjithësi për lojën me fol, ka qenë fest në barë kombëtare, edhe çka është më e rëndësishmja e kemi shiju të gjithë bashkë dhe për veç futbollistëve dhe 2 klubeve, rezultati s'na ka interesu shumë.